E vërteta historike është që ne kemi tentuar që të krijojmë kushtet që televizioni publik të reformohet. Dhe kemi dështuar me suksesin më të plot. Deri tani, bilanci i televizionit publik është dështim i suksesshëm. Që do thot nga borxhi në borxh dhe nga mospërfillja e publikut në mospërfillje. Ne nuk e kemi një televizion publik sot në Shqipëri, kjo është e vërteta. Kemi një kanal atje, po unë personalisht hera e fundit kur e kam parë televizionin publik shqiptar dhe ju siguroj për këtë, është në vitin 1990 para përmbysjes, kur ishin ato protestat që ata ca si thoshin dhe thoshin oliganët dolën këtu, oliganët dolën atje, që atëhere unë televizion publik më nuk kam parë. Kam vajtur i ftuar, po ju siguroj se as veten nuk kam parë. Dhe janë të vetme intervista, basile unë nuk marrë si mesazh. Sepse kam shkuar në një përshpirtje atje, që quhet përshpirtje publike. Po, më kanë parë, i kanë parë ata në sallë, edhe jashtë studios nuk më ka parë një. Por ama, të gjithë i kam takuar mbasi janë zgjedhur. Dhe ju kam thënë vetëm një gjë, mbylleni. Të njëjtën gjë ju kam thënë të gjithë. Nxirrni në ekran, televizioni publik shqiptar i kërkon ndjes popullit shqiptar. I kërkon ndjes të gjitha familjeve në Republikën e Shqipërisë dhe jashtë saj. I kërkon ndjes dhe për të gjitha ata që nuk jetojnë më. Dhe që i kanë qenë të detyruar, si qeni dhe ju, të marrin shërbimin më mizerabël publik në glob. Ju premtojmë se do reflektojmë dhe do rikthehemi në ekran kur t'jemi gati. Nuk kemi për t'i dhënë televizionin publik asnjë lek nga taksat e shqiptarëve, deri kur televizioni publik t'i meritoj taksat e shqiptarëve. Unë mendoj që çdo opsion duhet jetë në tavolinë. Edhe mbyllja përfundimtare, edhe privatizimi, edhe partneriteti, edhe çdo gjë përveç saj që është. Por unë nuk marr pjesë në këtë. Siç nuk marr pjesë dhe t'je di në asnjë lloj tentative për të rregulluar median.